Jetë pa probleme, pa telashe nuk ka. Jetë pa vështirësi nuk ka, pas prova nuk ka. Allahu Azza wa Jall të ka dhënë zgjidhje për jetën tënde. Ta kalon Islamin shpëtim nga xhenemi. Ta kalon Islamin zgjidhje për çdo telashe, çdo problem që e ki në jetë. Ki problem telashe me vladin tënd, ullo lipe zgjidhën, ka zëj dikujt më i mençëm se ti. Ka zonë drejt, parejna. Atë ka shku njerë ndërmend 2 recate mi fal, e me thonë, o Zot, ti e cili ki qu këtë smundje prej qelit, e ti mund është prej qelit me ma largu këtë smundje, a ki bo këtë dua? Ja, thot. Ja, se ka bo këtë dua. E me ndonë se ilaçi është në dorën e njerëzve. S'mundet me kon ilaçi në dorën e njerëzve. Njerëzit janë sebeb, e Allah është ai cili e ban ilaçin ilaç. Ilaçi nuk shnosh, ilaçi është sebeb. Ai që shnosh është Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jall. Shpesh ballafaqojmë me vllazni, me xhamatli që s'kan fëmijë. Shembull po tham. Po i thamun e pas Zotin, ai ki fal njerë 2 recate mi thonë, o Zot, o Allah, jepëm fëmijë o Zot. Ti ai i cili jepëm fëmijë. Ku jeni o musliman? Ku e kimi na këtë edukat, këtë tërbije me Rabbul Alaminin?